Përshëndetje miq të nderuar, mirë se erdhët edhe një herë në kanalin tim. Sot kam vendosur që ta ndaj këtë recetë me juve të bukëve. Janë shumë të shpejta dhe të lehta në përgatitje. Atëherë vazhdojmë me përgatitjen e recetës. Këtu kam rreth 300 ml me qumësht të ngrohtë. Do të vazhdoj që t'i hedhi 10 gram me maja të bukës dhe sheqer dhe do t'i përzijem që ta aktivizojmë majan e bukës me sheqerin dhe qumshtin. Vazhdojmë që t'a hedhim edhe rreth 50 ml me vaj. Do t'a përzijem pak për disa minuta. Atëherë vazhdojmë që t'i hedhim 10 gram me kryp. Atëherë do të vazhdoj që t'ja hedhi vetëm 200 gram me miell dhe do t'a përzijim dhe do t'a lëm ashtu, njëjtë si në video. Do t'ja hedhi edhe pak ujë të ngrohtë për t'a tretur më mirë brumin. Do t'a përzijim në këtë mënyrë. Do t'a lëm brumin të qullur dhe do t'a lëm për rreth 10 minuta në mënyrë që të aktivizohet maja më mirë. T'a lëm kështu për rreth 10 minuta. Pasi që duam një brum perfekt, shikoni se sa mirë është aktivizuar maja e bukës. Tani do të fillojmë që t'ja hedhim edhe miellin që na ka mbetur. Nëse jeni fillestar në kanalin tim, ju lutem që t'më supportoni me një like, një koment dhe një subscribe. Në kanalin tim mund të gjeni edhe shumë video me live, ku kam bërë shumë receta tradicionale dhe disa ëmbëlsira. Atëherë, tani brumin e kemi zënë dhe do t'a lëm që të dyfishohet rreth 30 minuta apo 40 varësisht nga temperatura e dhomës. Ky brum dëshiron një ambient të ngrohtë dhe që të vije më mirë. Do t'a lëm pak me vaj. Pas 40 minuta, shikoni se sa brum i mirë na ka dalur, është perfekt. Këtë brum mund t'a përgatisni për shumë çka. Atëherë le të vazhdojmë. Mbi tavullinën e punës do të hedhim pak miell dhe do t'a vendosim brumin. Tani do të vazhdojmë që t'a ngjeshim brumin mirë mbi tavullinën e punës. Atëherë nga brumi do të ndajmë nën kuleç të barabartë. Tani, pasi kemi ngjeshur mirë, do të fillojmë që t'ja japim formën njëjtë si në video. Kuleçet do t'i lëm që të dyfishohen rreth 15 minuta në një temperaturë të dhomës. Vazhdojmë që t'i presim në frik vetëm një herë për midis, njëjtë si në video. Furrën e kam të parangrohur në 230 gradë, ku pjekjen e tyre do t'a bëj për rreth 20 apo 25 minuta. Do t'i lyejmë pak përmbi me vaj në mënyrë që t'na dalin më të buta.
pasi janë fryrë edhe një herë, vazhdojmë që t'i dërgojmë në furrë. Dhe tani, picinitat i kemi të gatshëm. Nëse ju i provoni, ju bëfshin mirë. Ju faleminderit për çdo shikim, suport që më bëni. Atëherë deri në një video të radhës, ju përshëndes.